Mirë dita nxënës të dashur, mirë se erdhët në e-klasa. Unë jam mësuesja Fatime Bexheti Durmishi, nga shkolla fillore komunale në Infrashëri, Tetov. Sot, enkas për ju, do të realizojmë një orë mësimore nga lënda shkenca natyrore. Njësia që sot do të mësojmë është në çka jemi të ngjajshëm. Qëllimi i orës mësimore është të njohim ngjashmëritë mes njëri tjetrit. Nxënës, çka mendoni për këtë fotografi? Në çka janë të ngjajshëm këta foshnja? Atëherë, nxënës, fotografia e parë është vajzë, ndërsa fotografia e dytë është djalë. Pra, ata në mes njëri tjetrit dallojnë në veshje. Vajza ka të veshur fustan, ndërsa djali ka të veshur pantallona. Gjithashtu dallojnë në ngjyrat e rrobave. Vajza ka ngjyrë roz, ndërsa djali ka ngjyrë të kaltër rrobat. Tani të shikojmë çka kanë të ngjajshme. Që të dy të ngjajshme kanë nga një kokë, që të dy kanë nga një kokë, nga dy sy, nga dy vesh, nga dy faqe, një hund, një gojë, një mjekër, një qafë, vazhdojmë të shikojmë çka kanë të ngjajshme më tej djali dhe vajza, që të dy kanë nga dy krah, nga dy duar, nga 10 gishta në duar, nga dy këmbë, nga 10 gishta te këmbët, nga një bark, nga një shpinë. Atëherë nxënës përsërisim çka mësuam sot. Çka mësuam sot? Sot në lëndën shkenca natyrore mësuam në çka jemi të ngjajshëm. Atëherë do të numërojmë atë që mësuam sot, se nga çka kemi të ngjajshëm me shokët dhe shoqet. Kokën e kemi të ngjajshme, syt, veshët, hundën, gojën, faqet, mjekrën, qafën, barkun, shpinën, krahët, duart, gishtat e duarve, këmbët, gishtat
e këmbëve, detyrë, shtëpie, mjetet e nevojshme për punë, fletë A4 e bardhë, laps, gomë, ngjyra druri. Fletën A4, lapsin, gomën dhe ngjyrat vendosni para vetes në tavolinën e punës. Më pas mendo cilat ishin gjërat të cilat I mësuam gjatë kësaj ore mësimore. Më pas vizatoj gjëra që I kemi të ngjajshme me moshatarët tanë, shokët dhe shoqet. Bisedo me familjarët e tu në çka jemi të ngjajshëm. Nxënës të dashur, faleminderit për vëmendjen. Mirupafshim orën tjetër.